Kjo është oferta që i themi, ne ikni nga rrugët, shkoni në një vend të sistemuar, aty ku ju doni, për afër, s'mund të rrim pranë tregut të frutat veriveve ku janë tregtarët, por ata janë shqetësat vegje, kështu që ata shkojnë në përlagje të sistemuar. Edhe gjithë përshkrimi që bët secili nga administratorët tu, më vjen shumë mirë, që keni shku dhe keni pa vend, në çdo vend e keni kontaktu me vetë fermerët, me vetë fshatarët, a janë të kënaqur dhe ku mund ta kenë vendin mirë, pa prish rregullat, se nuk ka kuptim të dalësh te sheshi përpara kishës edhe ta bësh ato treg të gjës gjallë. Është turp atje. Kështu që ata aty s'mund të rinë, edhe tjerët që shesin nëpër rrugë. Mendoj që është propozimi shumë i mirë, ne do t'i shpallim, t'i japim të njoftojmë edhe formalisht, pavarësisht se sipas zonave, secili nga administratorët do t'i komunikoj me fshatarët se ku do t'jenë, do të mbajmë pastër vendin, do të jenë detyruar të zbatojnë rregullat që kemi, ne do t'i afrojmë pa pagesë tezgat dhe të kemi mundësi të kemi një qytet më të rregullt të merren me këtë punë në mënyrë që edhe t'i ofrojmë shërbimin që duhet fshatarëve, edhe dinjitos, edhe mundësisht ato pak të ardhura që mund të kenë mundësi t'i marrin, por edhe të ruajmë rregullin dhe pasardhësinë e qytetit dhe mos shohim më të shtrirë në tokë, trotuare në një lloj pamje të pa pranueshme. Është një marrëdhënie e përbashkët, gjithë jemi të interesuar që punët bëhen mirë, vendi të mbahet pastër, qyteti të jetë i rregullt dhe ata ta bëjnë dhe ta shesin në mënyrë të rregullt atë produkt. Edhe kjo është ofertë e mirë që bën bashkia pa pagesë këto tezga, do ishte shumë mirë. Por një pikë kisha thënë të ishte goxha e mirë këtu, edhe të Yusuf Sokoli edhe përballë shkollës së Noalit që tezgën mund ta vendosim, nuk s'gjet asnjë problem, as për kalimtar, as për biznesin që janë aty, as për banorët. Një pjesë e madhe e tyre ka një treg këtë afër, në distancë shumë të vogël, 50-60 metra nga pushesin, dhe besoj që i mulën gjithë këtë numër fshatarësh dhe lirohet komplet dy katë rrugës të Çofardhisë, si krahim atë krahë djallë dhe të sistemuar këtë rregull. Deri në 6 tezga, 3 dhe 3 është plani që i përballon. Dhe të sistemuar 6 fshatarë që i largojnë nga rruga kryesore, nga trotuari, dhe është në bllokun e pallateve që ofron shërbime të qytetarëve shumë më afër, shumë më i pastër, shumë më komod. I largojnë nga dy goja ato. Është për mendimin tim është një zgjidhje perfekte. Okej. Në të gjithë dika, siç e përgjithësi, bulevardin rrugë i parë, mendoj që me këtë mënyrë e zgjidhim problemin. Unë kam menduar në lagjet ku janë më të populluara, brenda lagjeve, me i sistemu, po thojnë na, këtu jena ndërgut, është një blok pallatesh, janë mund t'jenë për 20 pallateve, kurse këtu është te Kumët Vardile, pjesa poshtë, këtu jena te Tafilit. Edhe këtu mund bëhen 2-3 tek zgat në çdo ambient që janë këtu, të pas parasysh që edhe tregtarët munden që spostohen për rrugë kryesore, domethënë munden për me dalë gjatë vetit për mona çashesin, domethënë me pas të ardhuna se ka popullsi. Edhe rruga Bojar Bishanaku, unë mendoj që me kanë komplet e lirë. Okej, shumë komplet. Tek detyrat duhet me kanë komplet e lirë prej tregut. Sepse janë mjaftueshëm tregu i Rusit edhe dyqanet që janë në rrugë.